Sportisti legjend boksieri Jurgen Uldeda, i shpallur kampion në botën e federatën IBO, është ndërruar në vendlinjen e tij me titullin qytetar nderi. Ky vlerësim vjen pas sukseseve në arenën ndërkombëtare të boksit dhe si model i vlerave që mbart. Dorëzimi i titullit u shoqërua me një ceremoni solemne ku morën pjesë drejtues të pushtetit lokal, figura të sportit, familjar të sportistit dhe qytetarë të shumtë. Teksa dorëzua ky titull për boksierin Uldeda, kryetari i bashkisë duke vlerësuar krenarinë që solli për legjën dhe mbarkumin shqiptar. Titulli kampion të boksit u shpreh se këto janë vlera që duhen ndjekur pasi është dëshmi se me punë dhe përkushtim mund të arrihen suksese të tilla. Kampioni Jurgen Uldeda është shembulli më i mirë që me përkushtim të paparë dhe me një stërvitje serioze ka arritur majat më të larta që një shqiptar ka arritur deri më sot. Ai sot është kampion në një nga disiplinat më të rëndësishme të boksit profesionist IBO, duke na bërë krenar sepse është lindur e rritur në këtë qytet të bukur, në një familje nga më të mirat e këtij komuniteti dhe mbart vlerat më të larta si person. Nuk është rastësi që është sot kampion, pasi është larg veseve të këqija dhe sodallateve pa bukë. Ai është një referencë nderi me të mirat i vetëm për ne, por për shumë të tjerë se si mund të arrijë sukses pa u qarë, ore minut, me një kulturë për të pasur zili, me një dashuri për njerëzit që respekton dhe me qasje publike për të admiruar. Boksieri Uldeda tha se ky është motivim për të ecur më shumë. Du të gjej rastin të falenderoj kryetarin e bashkisë dhe këshillin bashkiak për këtë nder të madh. Është nder për mua të jep qytetarin deri të Lezhës. Do një nder shumë të madhe me motivim të gjithë kohës, me mbështetje nga familja, me mbështetje nga miqtë e dashamirë për të arritur këtë ditë, po ky nuk është akoma maja. Më thënë, kemi akoma rrugë për të bërë dhe shpresoj që t'ju bëj sa më krenar në të ardhmen. Jurgen Uldeda nisi karrierën e tij në boks që në moshë të hershme në Lezhë dhe fal talentit dhe punës së palollur arriti të ngjitet shpejt drejt maja botërore, duke u kthyer në një simbol suksesi për sportin shqiptar.